Partia Demokratike ka denoncuar mungesën e shërbimeve publike digjitale në një reagim për mediat. Zëdhënësja e antikorrupsionit të Partisë Demokratike Genta Vangjeli thekson se Bashkia e Tiranës ka hapur procedurat e kredive të buta, por nga ana tjetër e-Albania nuk punon. Sipas njoftimit zyrtar, aplikimet për fazën e parë të përfitimit nga programet e strehimit social duhet të kryen nga data 20 prill deri 19 maj, ekskluzivisht përmes portalit e-Albania. Por në të vërtet, portali nuk funksionon. Dhjetra denoncime tregojnë se aplikimi është i pamundur për shkak të problemeve që kanë hasur me komunikimin me regjistrin kombëtar të gjendjes civile. Vetë portali ka pranuar publikisht ndërprerje për mirëmbajtje të sistemit, por ajo që po ndodh nuk është as ndërprerje përkohshme dhe as ngadalësim, por është një kolaps total i këtij shërbimi. Pamundësia për të aksesuar shërbime digjitale po sjell pasoja konkrete. Bllokim aplikimesh, vonesa regjistrime, pamundësi për të përmbushur detyrime ligjore dhe humbje të drejtave të garantuara me ligj. Çdo ndërprerje, edhe përkohshme, krijon pasiguri dhe kosto për qytetarët që varen nga këto shërbime. Ndërkohë, miliona euro nga taksat e shqiptarëve janë shpenzuar që këto sisteme sot të funksionojnë. Vetëm në 3 vitet e fundit, 8.5 milion euro janë shpenzuar për mirëmbajtje dhe përmirësim të sistemit të gjendjes civile. Rezultati është i qartë dhe i turpshëm. Fondet janë shpenzuar, ndërsa sistemi nuk punon. Nuk është rasti që Spaku ka sekuestruar mbi 40 milion euro në kuadër të hetimeve të dosjes së Akshit. Përfundimi është i thjeshtë. Sa kohë që në krye qeverisë qëndron Edi Rama, shqiptarët do të vazhdojnë të përballen me shërbime që nuk ekzistojnë dhe me premtime që mbeten vetëm propagandë. Partia Demokratike kërkon vënien e menjëhershme në funksion të sistemit të aplikimit, garantimin e aksesit të plot për çdo qytetar që kërkon të përfitojë nga programet e strehimit social, transparencë të plot për fondet e shpenzuara dhe përgjegjësi për dështimin e sistemit. Programet sociale janë një detyrim ndaj qytetarëve dhe duhet të funksionojnë pa asnjë justifikim. Ne meritojmë shërbime që punojnë dhe jo premtime që vijojnë të dështojnë.